Bismillahirrahmanirrahim. Përmbledhja e librit Muqaddima nga Ibn Khalduni. Përmbledhja dhe rezimeja e Dr. Muhammed Kemal. Përkthimi në gjuhën shqipe dhe interpretimi Bekim Alimi. Kjo përmbledhje kur nuk zëvendëson leximin e librit origjinal nga ata të cilët janë të interesuar apo specialist në shkencat që Muqaddima i ofron. Qëllimi ynë është të zgjerojmë bazën e lexuesve të informuar për thelbin e këtij libri, të inkurajojmë të rinjt që të zgjerojnë njohuritë e tyre në fushat e ndryshme dhe të u kujtojmë atyre një pjesë të rëndësishme të trashëgimisë sonë të vlefshme islame dhe të cilës i atribuohet një kontribut dhe ndikim i drejt për drejt, madje edhe në ditët tona në shkencën e sociologjisë dhe shkencat e historisë. Dedikim. Këtë përmbledhje të thjesht ja dedikojmë shpirtit të Ibn Khaldunit, burit të pavdekshëm në zemrën e shkencës dhe civilizimit. Shpresoj që ajo t'ju sjell juve dobi kujdo që e lexon apo e dëgjon, qoftë edhe me një informat të vetme. Ibn Khalduni. Autori është Abdurrahman ibn Muhammed ibn Khaldun, i lindur në vitin 1332 dhe vdiq në vitin 1406. Ai njihet në botën arabe si babai i sociologjisë. Çka kontriboi në zhvillimin e personalitetit të tij? Lindja e tij në një familje që kishte mbajtur postën në përgjithësi, si dhe ishte një familje e shkencës, kulturës dhe mendimit, e bëri atë të specializohej në më shumë shkenca shoqërore dhe politike. Familja e tij ishte nga refugjatët e Andaluzisë pas rënjes së shtetit islam atje. Kjo ndikoi në orientimin e tij dhe ai i kushtoi shumë kohë shpjegimit të rënjes së kombeve dhe shoqërive. Ai jetoi pjesën më të madhe të jetës së tij në Tunezi, ku shkroi fjalët e para të Muqaddimës së tij, para se të përfundonte atë në Algjeri, Marok dhe në kryeqytetin e Tunezisë. Ai punoi më vonë si mësues brenda stafit akademik të Universitetit El Qarawin, një nga universitetet e para në botë. Ndroi jetë, Zoti e mëshiroft, në Kairo dhe u varros në njërin prej varrezave të sufive atje. Para se të thellohemi në këtë përmbledhje, duhet të dimë se Ibn Khalduni konsiderohet sipas shumë themeluesve të shkencave si themeluesi i historiografisë moderne. Ai ishte një ndër të parat që ndërmori leximin e saj në një filozofi jo narrative, gjë që bëri që shumë studiues perëndimor të pranojnë meritat e tij dhe ta përshkruajnë atë si babai i rregullave të saj moderne. Metodologjia e përmbajtjes. Muqaddima është strukturuar në 6 kapituj, secili me disa seksione. Qëllimi ynë këtu është përmbledhja dhe jo zgjerimi apo shpjegimi i hollësisht. Ne jemi përpjekur të paraqesim sa më shumë nga mendimi i këtij njeriu me një numër të kufizuar të faqeve. Me gjithë pranimin ton për pamundësinë e ofrimit të një përmbledhje të plotë të një libri kaq të vlefshëm dhe të një thesari të dijes në kaq pak faqe, ne do të paraqesim gjithçka që e shohim të nevojshme për lexuesin. Ne nuk do të trajtojmë titujt e seksioneve, por do të përpiqemi të ofrojmë atë që është më e rëndësishme për lexuesin e shekullit 21 nga thesarët e njohurive si ato të Ibn Khaldunit. Kapitulli i parë, rreth zhvillimit njerëzor. Ky kapitull përmban ide të mëposhtme duke theksuar se bashkëpunimi dhe bashkimi i njerëzve është një domosdoshmëri urgjente dhe askush nuk ka zgjedhje në këtë aspekt. Bashkëpunimi midis njerëzve është i pashmangshëm. Baza e ekzistencës njerëzore është ushqimi. Ky ushqim nuk mund të sigurohet nga një individ i vetëm. Kjo e bëri bashkësinë e detyrueshme për njerëzit një domosdoshmëri nga e cila nuk ka rrugdalje. Kushdo që të përpiqet të dalë nga kjo domosdoshmëri është një person jashtë natyrës njerëzore. Ibn Khalduni theksoi se kjo është një çështje psikologjike dhe e rrezikshme, për të cilën flasin specialistët e psikologjisë dhe analizës së personalitetit, dhe do të kthehet kundër tij me simptoma. Në këtë pikë shfaqet dobësia njerëzore, pasi disa kafshë janë më të forta se njeriu, sepse janë të afta të jetojnë vetëm dhe të sigurojnë ushqimin dhe sigurinë e tyre në mënyrë individuale. Megjithatë, kjo dobësi nuk është vetëm një forcë aktuale që e detyroi njeriu të bashkëpunojë,
gjë që ishte baza e zhvillimit dhe ndërtimit të tokës, si dhe epërsia e qartë e llojit njerëzor mbi krijesat e tjera. Përparimi i veriut ndaj jugut. Ibn Khalduni lidh lindjen e civilizimeve dhe zhvillimin e përparuar në disa rajone në mungesë të tyre në të tjera me shkallën e temperaturës. Ai vuri re se rajonet me temperaturë të lartë janë më të ekspozuara ndaj thatësisë dhe shanset për ndërtim janë më të vogla, gjë që e vështirëson komoditetin e jetës. Ndërsa rajonet relativisht të ftohta kanë një mjedis më të mirë për jetë, veçanërisht në prodhimin ushqimor dhe prodhimin në përgjithësi. Sa për rajonet shumë të ftohta, ato janë gjithashtu të vështira për shkak të vështirësisë në prodhimin e ushqimit. Këtu mund të kuptojmë se Ibn Khalduni interesohej së pari për ushqimin dhe prodhimin e tij, si dhe nevojat e çdo shoqërie për ta siguruar atë në mënyrë që rrota e progresit të rrotullohet. Gjithashtu, si luan klima rol të rëndësishëm dhe pozitiv. Deri më tani, ky qëndrim është i saktë, mbase vendet udhëheqëse në botë janë vendet që kanë një rol të drejtë për drejtë në prodhimin ushqimor dhe kanë një mod të përshtatshëm për njeriun, si dhe janë të vetëmjaftueshëm në prodhimin e ushqimit të tyre, ku ka diell dhe verë, por edhe borë edhe dimër gjatë tërë vitit. Ngrohja globale. Nëse Ibn Khalduni do të kishte jetuar në kohën tonë, ai do të kishte qenë ndër më të interesuarit për ngrohjen globale, lohatjet e klimës globale dhe fenomenet e tjera. Ai besonte se gjeografia dhe klima luajnë një rol të madh në krijimin e civilizimeve gjatë historisë së kombeve. Prandaj është detyrë e ministrave tanë që të ulen në zyrat e tyre dhe të kuptojnë këtë pikë dhe të përpiqen të kuptojnë atë që po ndodh dhe atë që mund të ndodh. Ibn Khalduni lajmëroi qartë në disa paralajmërime në kapitullin e parë për rrezikun e rritjes së vazhdueshme të temperaturës, e cila do të çojë domosdoshmërisht në mungesë të ushqimit. Ky mungesë ushqimi do të çojë në rrënjën e civilizimit njerëzor dhe madje mund të jetë edhe një shkak për luftëra të mëdha. Klima, morali dhe ndikimi i ushqimit. Karakteri dhe klima sipas Ibn Khaldunit. Sipas Ibn Khaldunit, ekziston një lidhje drejt për drejt mes klimës mbizotruese në një vend dhe moralit të banorëve të tij. Ai vëren se njerëzit në vendet me klimë të ftohtë janë më të kujdesshëm, planifikojnë më shumë për të ardhmen dhe kanë frikë nga pasojat. Ata janë të detyruar të mendojnë dhe të përpiqen sa më shumë për shkak të mungesës së ushqimit dhe kushteve më të ashpra të jetesës. Ndërkohë, banorët e rajoneve të nxehta apo afër detit trashëgojnë sipas tij një mënyrë tjetër të menduarit, më pak të përqendruar në planifikime afatgjate dhe më pak të ndjeshëm ndaj pasojave. Ai e sheh këtë si pasojë të bollokut të mirave natyrore në ato rajone ku jetojnë. Sipas tij, klima ndikon drejt për drejti në sjelljen e njerëzve. Për shembull, një njeri i rritur në një mjedis me mundësi të lehta për fitim, si për shembull blegtoria e deleve, zakonisht është më i durueshëm dhe më i qëndrueshëm, ndërsa një njeri që merret me kumar është më i paduruar dhe aventurier nga natyra. Pra, klima ndikon në mënyrën e jetesës dhe mënyra e jetesës formon karakterin moral. Në thelb, Ibn Khalduni po propozon një teori gjeografike të moralit dhe qytetërimit. Vendi dhe kushtet e tij natyrore ndikojnë në zhvillimin e mendësisë, moralit dhe të shoqërisë. Varfëria dhe devotshmëria. Ibn Khalduni nuk nguron të përmend një të vërtetë që disa përpiqen ta mohojnë. Ai beson se banorët e zonave të varfra tregojnë më shumë devotshmëri se ata të qyteteve. Ai mbështet këtë në përvojën e tij me njerëz fetar që ka takuar. Sipas tij, niveli i devotshmërisë ndryshon sipas kushteve të jetesës. Kur gjendja ekonomike përmirësohet, shpesh vjen edhe në rrënjën e përkushtimit fetar, sepse njerëzit shpesh iza pa kujdesia dhe harrojnë. Por, kur gjendja vështirësohet dhe jeta bëhet e ngushtë, njerëzit i kthehen Zotit duke ju lutur atij për mëshirë. Sa herë që varfëria hyn në një vend, i thoshte atij: "Shiko drejt meje, o ti i pa fe."
Kjo shprehje e bukur nuk bie në kundërshtim me mendimin e Ibn Khaldunit, sa i përket devotshmërisë që lind nga varfëria. Ajo është shpesh vetëm e jashtme dhe e kufizuar në fjalë dhe rituale të zakonshme. Megjithatë, përpjekjet për të siguruar jetesën mund t'i largojnë njerëzit nga rruga e drejtë dhe disa të varfër, të cilët nuk janë në gjendje të përballojnë kushtet e tyre, mund të shkojnë drejt veprimeve që i ngjajnë atyre të jo besimtarëve. Kështu ka ndodhur edhe në historinë arabe, ku hajdutët, shpesh të shtyrë nga padrejtësia sociale, sulmonin fise dhe blokonin rrugët për të marrë hak ndaj padrejtësive që u ishin bërë më herët. Ushqimi dhe ndikimi në sjellje. Ibn Khalduni beson se lloji i ushqimit që njerëzit konsumojnë ka ndikim në sjelljen e tyre. Ai thekson se beduinët që ushqehen me qumësht të deveje dhe me mish janë më të fortë dhe më të qëndrueshëm, më të aftë për të duruar lodhje dhe për të mbartur gjëra të rënda. Ai e përkrah mendimin filozofik se ushqimi ndikon në sjelljen dhe moralin e njerëzve. Për shembull, njerëzit që hanë shumë shpesh mish, shpesh bëhen më të ashpër dhe agresiv, për shkak të natyrës së kafshëve që ata konsumojnë. Kjo lidhet me ndikimin e ushqimit në trurin e njerëzit dhe në krijimin e një temperamenti më të shqetësuar apo të qetë në varësi të llojit të ushqimit që konsumojmë. Kerametet hynore. Ibn Khalduni hyn në diskutim të gjatë për çështjen e kerameteve të evlijave dhe të devotshmeve, por thot se disa i mohojnë tërësisht ndërsa të tjerët i pranojnë si të mundshme për robërit e mirë të Zotit, por pa i barazuar me profetët. Ai lë të hapur mundësinë që lexuesi të zgjedhë vetë qëndrimin, pasi kerametet nuk janë shtyllë e fesë islame, pasi nuk lidhen me ekzistencën ose jo të besimit. Klasifikimi i shpirtit njerëzor sipas Ibn Khaldunit. Nisur nga kuptimi i tij sufi i fesë islame, Ibn Khalduni i klasifikon shpirtrat e njerëzve në aspektin e perceptimit shpirtëror në 3 lloje kryesore. Lloji i parë është shpirti i lidhshëm me botën e jashtme. Ky është lloji i njerëzve të zakonshëm. Këta shpirtra varen tërësisht nga trupi dhe bashkëveprojnë me botën e jashtme nëpërmjet shqisave, imagjinatës dhe kujtesës. Lloji i dytë, shpirti i klerikave, mistikave dhe dietarëve. Kjo është shpirti i dietarëve, klerikave, sipas Ibn Khaldunit, që ka aftësi të shkëputet pjesërisht nga trupi dhe të mendojë në mënyrë më të thellë shpirtërore. Ai është i aftë të kuptojë disa nga çështjet e padukshme, el-ghaib, dhe këtë aftësi nuk e mohon dot kush, madje edhe nëse kjo ndodh jashtë rrugave tradicionale. Lloji i tretë është shpirti engjëllor i profetëve. Ky është një shpirt krejtësisht i lartësuar që arrin nivelin engjëllor duke hequr dorë nga çdo gjë materiale dhe duke u mbështetur te vetja shpirtërore. Ky lloj i shpirtit u përket vetëm profetëve. Mbështetja te vetja shpirtërore, siç përmendet, është ajo që ne e njohim si shpallje hynore apo vahji. Magjia dhe lidhja me djajt apo shejtanët. Ibn Khalduni refuzon se pas ardhes së profetit Muhammed a.s. kontakti me djajt përmes magjisë apo parashikimit është ndërprerë. Ai konsideron atë një ndalim të përkohshëm për shkak të misionit profetik, pasi engjujt ruanin qiejt nga vëzhgimi i djajve. Megjithatë, ai beson se disa njerëz ende kanë aftësi të jashtëzakonshme për të ditur disa gjëra të fshehta, ndonse Islami ndalon praktikën e magjisë dhe konsideron atë si haram. Ibn Khalduni dhe ëndrat. Ibn Khalduni interpreton se ajo që shfaqet në shpirtin ton gjatë gjumit, ajo që e quajmë shpesh ëndër, është një proces që tregon lidhjen e shpirtrave tanë me botën shpirtërore në origjinë dhe në thelb. Ai thotë se ndonjëherë kur shpirti shkëputet nga trupi ose del plotësisht nga ndikimi trupor, njeriu mund të ketë qasje tek informacione të fshehta të gajbit. Kjo ndodh në mënyrë të plotë ose të pjesshme, përmes ëndrave që mund të jenë simbolike ose të drejtë për drejta. Disa ëndra i godasin të vërtetat në mënyrë të qartë dhe pa ndërmjetësim, ndërsa të tjerat shfaqen përmes simbolesh që kërkojnë interpretim. Kjo është arsyeja pse Ibn Khalduni përfundon kapitullin e parë të Mukaddimës duke theksuar se kjo çështje lidhet me aftësinë e njeriut për të njohur të fshehtën, por nuk ka lidhje të drejtë për drejtë me jetën praktike të përditshme ose me çështje të rëndësishme shoqërore.
Për këtë arsye, ai e thellon më tej këtë temë në këtë përmbledhje, sepse synimi i tij është zhvillimi i mendimit të lexuesit dhe jo trajtimi i detajuar i çështjeve pa ndikim praktik.